Ne sot e pa me gjithatë një progres, pa një ndryshim, që tek votat kundër pati pra një rënje. Herën e kaluar kishin qenë 46 vota, kurse sot i patëm 41 vota. Shpresoj dhe uroj, pra në mënyrë që të mos kemi këtë betejën e çdo 48 orëshe ku duhet dalim këtu dhe të vim të deklarojmë se pse dështoj dhe kush e ka fajin, shpresoj dhe uroj që këto vota pra që sot nuk ishin kundër, të bëjnë hapin e radhës dhe deri në seancën tjetër pra të marrin përgjegjësinë që u ka dhënë qytetari, të mos refuzojnë mandatin e tyre dhe të votojnë për konstituim të kuvendit. Ftesa ka qenë publike për konsensus politik në mënyrë që të dakordohemi për të ecur përpara. Pra këtë ftesë ka bërë kryesuesi i seancës, ne jemi të gatshëm si subjekt, si partia fituese dhe partia më e madhe me grupin më të madh parlamentar të marrim pjesë sa herë na ftojnë dhe jemi të gatshëm edhe të ofrojmë zgjidhje përpara. Megjithatë, i shihni që janë subjekte tjera që kategorikisht si subjekte pra kundërshtojnë ose edhe nuk marrin pjesë, megjithatë kemi pa deklarime të deputetëve individual pra që kanë shprehur gatishmërinë që të japin kontributin e tyre pozitiv për çu këtë proces përpara. Skenari apo opsioni për shku në zgjedhje mbetet skenari i fundit për neve si subjekt fitues. Nuk është që nuk jemi të gatshëm, ne do të ishim të gatshëm të shkojmë zgjedhje, megjithatë ne mendojmë që qytetari ka thonë fjalën e vet dhe gjitha subjektet duhet pajtohen me atë rezultat tash. Sado që mund mos i pëlqej dikujt.